Gati një vit pas arrestimit të tij, gjykata e posaçme pritet vendos këtë të hënë fatin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj nëse dosja do të kalojë për gjykim në themel apo jo. Në seancën e 2 shkurtit, GKK mbylli shqyrtimin paraprak të dosjes së kryebashkiakut të Tiranës, i arrestuar që prej 10 shkurtit të vitit 2025, ndaj të cilit rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për Veliajin 7 muaj më parë dhe ka dërguar dosjen e tij në gjykatën e posaçme. 7 muaj dhe ende nuk është vendosur nëse dosja e Veliajit do të kalojë për gjykim me themel apo jo. E gjitha kjo për arsye se kryebashkiaku i Tiranës dhe ushtarët e tij kanë gjetur pretekste dhe skema nga më të ndryshmet për të shtyrë seancat gjyqësore dhe për të mos u përballur me drejtësinë. Rasti më i fundit është ai i seancës së 2 shkurtit, ku Veliaj u largua nga salla, madje kërkoi edhe përjashtimin e trupës gjykuese. Madje skema shkoi më tej, duke u bërë edhe më qesharak. Avokati i tij tha se nuk e kishte takuar sa duhet klientin e saj në burgun e Durrësit për shkak se i shkonte shumë fatura e taksisë që po e priste jashtë burgut. Asgjë më shumë, thjesht thirrjet e Veliajit për të shtyrë gjyqin. Taktikat e Erion Veliajit dhe avokatëve të tij për të shtyrë seancat paraprake kanë qenë të njëpasnjëshme dhe është përdorur çdo makinacion i mundshëm për të arritur qëllimin. Në seancën e 11 janarit, justifikimi i Veliajit ishte se nuk ishte takuar me avokatën e caktuar nga gjykata, Valentina Teodorescu. Seanca paraprake për Erion Veliajin e caktuar për të mbajtur në 5 janar u shtyr për shkak se Veliaj dhe mbrojtësit e tij ligjor nuk u paraqitën në seancë me pretendimin se furgoni i burgjeve nuk ishte shkuar në kohë për të marrë Veliajin nga burgu i Durrësit. Pretendimi i cili u hodh poshtë nga drejtoria e burgjeve ku institucioni bëri me dije se Veliaj ishte pritur disa minuta nga furgoni, por kryebashkiaku i arrestuar për 5 vepra të rënda penale nuk ishte shkuar. Një tjetër taktikë e përdorur nga Veliaj ishte shkarkimi i avokatëve në seancën paraprake të 12 dhjetorit. Erion Veliaj në 12 dhjetor 2025 përjashtoi avokatët Artan Gjermeni dhe Ermir Beta me pretendimin se nuk arritën dot që ai të mos futej në kafazin e qelçt. Pas shkarkimit të tyre, Veliaj u caktua nga GKK-ja avokatja Valentina Teodorescu. Seanca paraprake caktuar në 28 tetor u shtyr për shkak të taktikave të avokatëve të Veliajit. Seanca paraprake e 21 tetorit u shtyr për shkak të bojkotit të avokatëve pas arrestimit të avokatit në Elbasan. Për shkak të bojkotit të avokatëve u shtyr dhe seanca paraprake e 10 tetorit. Bojkoti ndërmarr pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit. Seanca paraprake caktuar në 29 shtator 2025 u shtyr për shkak se disa nga të pandehurit nuk ishin njoftuar për seancën. Me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, Erion Veliaj është shmangur drejtësisë si ata mashtruesit klasik, me 1 kleçka, mënyra dhe manovra.